Viti I ri hanor fillon me muajin Muharram, muajin në të cilin jena. Dhe kalendari islamik me të cilin na ecim edhe I llogarisim I adhurimet, ibadetet tona, ka filluar me llogarit që në kohën e emigrimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij nga Mekka për në Medinë. Po ka një ngjarje madhore me anë të cilës Umere radiallahu anhu, I cili ishte iniciator së bashku me shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, vendosën që me kanë pika fillestare e llogaritjes së kalendarit islamik. Prandaj në këtë hutbë kemi me fol për disa pika të shkurtra të cilat lidhen me emigrimin e profetit sallallahu alaihi wasallam nga Mekka për në Medinë, duke pa që kjo ngjarje është një ngjarje e rëndësishme edhe vendimtare për ecunin e ummetit islam. Hijreti në gjuhën arabe, kur përkthehet në shqip, dën me thënë me elan mu largu për një vend dhe me shkut për tek vendi tjetër. Kurse nga ana fetare, ai konsiderohet largimi nga vendi I mosbesimit për në vendin e islamit, për në vendin e besimit. Kurse në një kuptim edhe më të gjatë, quhet largimi nga çdo gjë që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka ndaluar. Pra me u largu aty në kufive që Allahu azza wa jall I ka ndaluar edhe me bë vepra të cilat Allahu azza wa jall kënaqet me to. Me u largu nga shirku, nga adhurimi I çdo gjaje që adhurohet përveç Allahut azza wa jall dhe me u drejtu për tek adhurimi I Allahut azza wa jall një dhe I vetëm. Me u largu nga shpikjet në fe dhe me u drejtu për tek suneti I profetit sallallahu alaihi wasallam. Me u largu prej gjinaheve, gjanave që zemrojnë Allahun azza wa jall dhe me u drejtu drejt ibadeteve, adhurimeve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Në lidhje me këtë Ibn Hajeri Allahu e mëshiroh, thotë që hijreti në kuptimin fetar dën me thënë që me u largu nga ajo vepër të cilën e ka ndaluar Allahu azza wa jall. Dhe kjo fjalë vjen konform fjalës së profetit sallallahu alaihi wasallam, I cili thotë al-muhajiru men hajara ma naha Allahu anhu. Muhajiri vërtet, ai emigruesi vërtet, është ai I cili largohet nga ajo gjë të cilën Allahu azza wa jall e ka ndaluar atë. Në lidhje me vlerën e emigrimit, kena ajete edhe hadithe të shumta të cilat na na tregojnë vlerën e tyre. Për ajeteve përmendën fjalën e Allah subhanahu wa ta'ala I cili thotë إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Ata të cilët besuan, ata që u shpërngulen dhe luftun u përpoqën në rrugën e Allahut azza wa jall, ata meritojnë të shpresojnë në mëshirën e Tij, Allahu falshëm dhe është mëshirues I madh. Duke shpjeguar, duke komentuar këto ajete, Saadiu Allahu mëshiroh thotë këto tre vepra, pra besimi, hijreti, lufta dhe përpjekja në rrugën e Allahut azza wa jall, janë vetë lumturia dhe boshti I adhurimit. Me do njeriu e din fitimin edhe humbjen e tij. Sa I përket besimit, mos pyet se çfarë vlerë ka. Kurse hijreti thot ka kuptimin e largimit nga I dashuri dhe I afërti për ta kënaqur Allahun azza wa jall. Muhajiri emigruesi largohet nga vendi I tij, pasunia e tij, familja e tij dhe miqtë e tij për t'u afruar me Allahun azza wa jall dhe për ta ndihmuar fenë e tij. Ashtu Allah subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Por thot Allahu azza wa jalla ato që u dëbunen për shtëpive të tyre dhe emigruan, u sprovun vetëm sepse ato ishin në rrugën time, luftunen edhe u vranë. Atyre po tjetër që kanë për t'ja falë mëkatet e tyre dhe do t'i fusë në xhenete në të cilat rrjedhin, burojnë lumej, ajo është shpërblim nga ana Allahut dhe shpërblimi më I mirë është tek Allahu azza wa jall. Ibn Kathiri Allahu mëshiroft thot në lidhje me komentimin e ajetit, thot janë largu nga shtëpia e besimit, janë largu nga të dashturit e tyre, miqt, vëllezërit dhe fëmijët, dhe shpërblim nga Allahu shpreh në këtë formë Allahu azza wa jall. Allahu tregon në këtë formë mallësinë e shpërblimit, sepse I malli dhe bujari japin shumë.
Poshtu Allah subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Edhe ata që për hir të Allahut braktisën vendin e tyre duke luftu, u vran ose vdisën, Allahu ka për t'ja shpërblimin më të mirë, e s'ka dyshim që Allahu është furnizuesi më i mirë. Imam Sa'diu thot në lidhje me ajetin: "Ky është një përgëzim i madh për atë që bën hijret në rrugën e Allahut, del nga shtëpia e tij, nga vatani i vet, fëmijë dhe pasunia, duke shpresuar shtyrën e Allahut azza wa jall dhe për të ndihmuar fenë e tij. E ky njeri e ka fituar shpërblimin nga Allahu, pa marrë parasysh a vdes në shtratin e tij apo vritet në rrugën e Allahut azza wa jall." Ndërsa për hadithe përmendim fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot, kur i drejtohet një prej sahabeve, i thot: "Ama alimta anna al-islam yahdimu ma kana qabla?" A nuk e din se Islami i mshin ato gjunahet që janë bërë përpara? "Wa al-hijrata tahdimu ma kana qablaha." Edhe hijreti, emigrimi në rrugën e Allahut azza wa jall, i mshin gjunahet që janë bërë përpara. "Wa anna al-hajja yahdimu ma kana qablahu." Dhe se haxhi i mshin gjunahet që janë bërë më përpara. Imam Nawawi, Allahu mëshiroft, në lidhje me këtë hadith duke komentu, thot ky hadith tregon pozitën e madhe që kanë Islami, hijreti dhe haxhi, secili prej tyre i fshin gjunahet që kanë kalu. Po ashtu një ditë prej ditësh profeti sallallahu alaihi wasallam e pyet një prej sahabeve, Abdullah ibn Amr, duke i thënë: "E ta'lamu awwala zumratin tadkhulu al-jannata min ummati?" A e din se cili është grupi i parë që kanë me hinë në xhennet prej umetit tëm, prej popullit tëm, prej pasuesve të mi? Edhe sahabiu në Rumi thot: "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tregon duke i thënë: "Al-muhajiruna", ata që kanë bërë emigrim në rrugën e Allahut azza wa jall, "ya'tuna yawm al-qiyamati ila bab al-jannati wa yastaftihun." Ditën e gjykimit, muhaxhir vinë tek dera e xhennetit dhe kërkojnë që më hap këtë derë. Fa yaqulu al-khazanatu aw qad husibtum. Rejtarët e derës i thojnë këtyre personave: "A keni dhënë llogari pra para se me hinë në xhennet?" Fa yaquluna bi ayyi shay'in nuhasab. Si kena me dhënë llogari? I thojnë këta persona: "وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك." Për shka kena me dhënë llogari ndërkohë që kena pas shpatat tona, mbi supet tona, derisa kena vdekur për në rrugën e Allahut azza wa jall. Qala, thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Fayuftahu lahum fayatiluna fihi 40 aman qabla an yadkhulaha an-nas." I hapet dera atyre persona, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, hinë në xhennet 40 vjet para se me hi njerëzit, pushojnë në flajnë në xhennet 40 vjet para se me hi njerëzit e tjerë. E kjo është shpërblimi i hijretit në rrugën e Allahut azza wa jall. Hijreti, nëse mund ta ndajmë, ndahet në dy lloje. Është hijreti shpirtënor, emigrimi shpirtënor edhe emigrimi fizik. Emigrimi shpirtënor do të thonë mos shpërngul njeriu prej te kufri, prej te mosbesimit, prej te shirku, adhurimi dikujt tjetër përveç Allahut azza wa jall, për tek adhurimi i Allahut subhanahu wa ta'ala një vetë. Në shpërngul për tek adhurimi i Allahut me shpike, me bidate në fenë e tij, duke u shpërngul për tek pasimi i sunetit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Duke u shpërngul për tek gjinahet, për tek gjanat që e zemrojnë Allahun azza wa jall, duke u shpërngul për tek gjanat që e kënaqin Allahun azza wa jall, për tek ibadetet, adhurimet e Allahut subhanahu wa ta'ala. E ky është pikërisht ai hijreti për tek Allahu azza wa jall. Qose i ndajmë hijretin për tek Allahu dhe hijretin për tek pejgamberi alayhis salam, është hijreti për tek Allahu, duke adhuru një atë vetëm dhe duke kënaqur atë me adhurime dhe duke ju kthyer atij me kërkim faljet kur na bëjmë gabime gjatë rrugës tonë. Kurse hijreti për tek profeti sallallahu alaihi wasallam është duke e pas sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam si peshore në fjalët tona dhe në veprat tona. A janë konform sunetit e profetit alayhis salam, fjalët tona dhe veprat tona? A jena na realisht pasuesat e profetit sallallahu alaihi wasallam në jetën tonë, apo e kemi sunetin e profetit alayhis salam thjesht një zbukurim në jetën tonë, apo ligj? Tu dallon besimtari i vërtet.
A e ka si pershore në jetën e tij apo si një pelerin që e vesh edhe hek kur ai e don. E kjo duke i dhënë përparësi këtij sunet para epsheve, dëshirave tona, gjithmonë duke kënaqur Allahun subhanahu wa taala dhe po ashtu duke refuzuar bidatet dhe shpikjet në fenë Allahut azza wa jall. Në anën tjetër kena hijretin fizik, hijretin me trupin tonë. E para kryet në kupton hijretin për tek pejgamberi alayhis salam në gjuhën e sahabëve të nderuar, të cilët e njehën profetin sallallahu alaihi wasallam dhe emigruan atë së bashku me të nga Mekka për në Medinë në mënyrë që ta adhuronin Allahun subhanahu wa taala të lirë, sepse në Mekë ato sprovoheshin, torturoheshin, dënoheshin nga edhe deri u rriteshin nga mushrikët e Mekës. E hijreti për tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, kjo është hijreti më i mirë. Po ashtu është hijreti fizik i dytë i cili mbet deri në ditën e gjykimit, siç na ka treguar profeti alayhis salam, është largimi nga vendi i mosbesimit, nga vendi i kufrit, nga vendi i shirkut ku adhurohet dikush tjetër përveç Allahut azza wa jall, për në vendin e Islamit, për në vendin e muslimanëve. Dhe gjykimi i hijretit dallon me dallimin e gjendjes dhe dallimin e situatës. Aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Gjemaat e nderuar, historia e profetit sallallahu alaihi wasallam, sira e tij, jeta e tij dhe po ashtu dhe shokëve të tij nuk janë thjesht një tregim që e dëgjojmë e ndin vetëm për me kalu kohën, kurse janë gjëra për të cilat marrim mësim në jetën tonë. Edhe kena me cek disa mësime për të cilave meditojmë në hijretin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Mësimi i parë që marrim për të hijretin e profetit alaihi salam është sakrifica. Profeti sallallahu alaihi wasallam është detyruar me emigru prej vendit ku ka lehtë, prej vendit ku ka lind, prej vendit ku është rrit, prej vendit ku ka pas të afërmit e tij dhe prej vendit më të dashtëm për të. Në lidhje me këtë, kur u largu nga Mekka, u drejtu nga Mekka dhe sa profeti sallallahu alaihi wasallam, wallahi innaki la khayru ardillah. Pasha Allahun ti toka më e mira e Allahut azza wa jall. Wa habbu ardillahi ilay. Edhe toka më e dashtën për mua, toka më e dashtën Allahut azza wa jall për mua i ti. Në një transmetim tjetër thotë wa habbu ardillahi ila Allah, edhe toka më e dashtën e Allahut azza wa jall. ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. Edhe nëse mu popull jem nuk ishte me nxjerr, unë nuk isha me dalë për të. Sakrifica po ashtu përveç profetit alayhis salam kanë pas edhe sahabët, sepse nuk kanë dashur me ilan me emigru mushrikët e Mekës, shokët e profetit alayhis salam, sepse kanë dashur me enal Islamin. Edhe kanë pas sakrifica të shumta. Për ty në përmendim tregimin e një prej sahabëve, Suhejb ar-Rumi, Allahu qoftë i kënaqur me të, ko ka një pasur, dhe kur ka dashur me emigru, i kanë dalë dhe kanë ndalu mushrikët e Mekës, dhe i kanë thënë që ishte në mesin tonë një njeri pa vlera edhe u bani i pasur. Dhe a mendon që na kena me të lanë ty me ikë së bashku me pasurinë tonë? Edhe i thot ky person, araitum in ja'altu lakum mali atukhalluna sabili. Nëse unë ju jap ju pasurinë tënde, a më lani mu për me emigru për të profetit sallallahu alaihi wasallam? Edhe i thonë po. Edhe i thot fa inni qad ja'altu lakum mali, atëherë merrni pasurinë tënde, thatë ju kam dhënë pasurinë tënde. Edhe e lajnë për me bë emigrim. E profeti sallallahu alaihi wasallam kur i vjen në vesh kjo punë, thot rabiha Suhejb, thot ka fidu në tregtinë e tij, pra me Allahun subhanahu wa ta'ala Suhejbi. Kjo është pra mësimi i parë, sakrifica. Mësimi i dytë është optimizmi. Njeriu duhet me qenë muslimani, duhet me qenë optimist, nuk duhet me qenë pesimist. Edhe pse mund të ketë prova gjatë rrugës. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka ndajë në Mekë për një kohë gjatë, duke thirrë tek Allahu azza wa jall. Dhe njerëzit që kanë besuar në fillim kanë qenë shumë ta. S'kan qenë shumë, kanë një grumull i vogël njerëzish. Edhe pse ishin grumull i vogël njerëzish, ato i torturoheshin, i sprovoheshin, i cënoshin në rradhë. Dhe kjo gjë nuk e nani profetin alayhis salam, por se ja shtoi qëndrueshmërinë e tij në fenë Allahut azza wa jall dhe sabrin për hir të Allahut azza wa jall.
edhe vazhdoi me kërku një mjet tjetër për në thirrjen e Allahut Azza wa Jall, edhe shkoi në Taif. Shkoi në Taif, është afër Mekës, qytet afër Mekës. Dhe filloi të thirrte ato njerëz në fenë e Allahut Azza wa Jall dhe u përball me refuzimin e tyre, dhe jo vetëm me refuzimin e tyre, por me dalljen me përshmimin e tyre derisa e gjujtin Allah me gur profetin sallallahu alaihi wasallam. Mas tyre peripecive që kishte profeti alayhis salam shkoi deri në atë pikë sa që në kohën e haxhit. Filloi mja shfaq islamin fiseve dhe duke i thënë fiseve që vishin për në haxh, thonte ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi. A ka ndonjë person i cili më merr mua për tek populli i tij, pra që me i të iqu islamin, që me shfaq islamin, sepse kurejshet me kanë dalë mu që me e të iqu fjalen e Zotit dem. Dhe shumë prej, ose shumica atyre nuk pranunën thirrjen e profetit sallallahu alaihi wasallam, derisa ansarëve e Medines e pranunën thirrjen e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe vazhdoi ky proces derisa u përmbyll me emigrimin e profetit sallallahu alaihi wasallam për në Medinë. E kjo mos një punë shumë vjeçare. Profeti sallallahu alaihi wasallam kur nuk u bë pesimist, përse ishte optimist që kjo feja e Allahut Azza wa Jall kishte me rrit në çdo vend. Kjo mësimi i dytë, optimizm. E treta është shoqënia e mirë, duke pa Ebu Bekrin radiallahu anhu. Profeti sallallahu alaihi wasallam po priste që me ju dhënë laja për me emigru në Medinë, sepse në Mekë kishte sprova të ndryshme, kishte tortura të ndryshme, derisa kanë rritur dhe kanë vrarë sahabët e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kanë tentuar me vrarë Profetin sallallahu alaihi wasallam, por se nuk ja kanë arrit. Thot Profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij duke i thënë: "Inni uridu dara hijratikum." Ma shtrëgu mu, ma shfaq mu të vendi se ku keni me bë hijret. Dhe në personat e parë që filloi mu bagati ishte Abu Bekri radiallahu anhu. E kur e pahu profeti alayhis salam Abu Bekrin duke u bagati, i tha ala risli. Allah shoh Abu Bekri tha: "Fa inni arju an yu'dhana li." Shpresoj që ka me më dhënë edhe mu laja e bë emigrim. Dhe Abu Bekri dëshiron dhe me bë emigrim së bashku me profeti sallallahu alaihi wasallam, më të mirin e krijesave. Dhe unal Abu Bekri ndërkohë priti 4 muaj, i bani gati 2 deve. Dhe priti 4 muaj në mënyrë që me emigru me profetin sallallahu alaihi wasallam, derisa e njoftoi profeti alayhis salam që jashtë dhënë laja me emigru. Dhe atëherë kur njoftoi ai profetin sallallahu alaihi wasallam, atëherë i tha: "As-suhbata bi abi anta ya Rasul Allah." A unë nga me të shoqëru ty o i dërgumi Allahut? Edhe i thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Naam, po." Atëherë çau Abu Bekri radiallahu anhu prej lajmit, edhe thot Aisha radiallahu anha, thot: "Fa wallahi ma sha'artu qattu qabla dhalika al-yawmi anna ahadan yabki min al-farahi hatta ra'aytu Aba Bakrin yabki yawma idh." Pasha Allahun, thot Aisha radiallahu anha e bia, thot nuk kam menduar, nuk kam imagjinu që dikush qanë prej gëzimit, thot, deri sa kam pa Ebu Bekrin duke qanë atë ditë. Mësimi tjetër është që muslimani gjithmonë mas mbështetjes tek Allahu Azza wa Jall përgatitet të bën shkaqet. Sa në vetë bëmja shkaqeve lidhet së bashku me mbështetjen tek Allahu Azza wa Jall. Dhe vetë profeti sallallahu alaihi wasallam është përgatit. Ebu Bekri radiallahu anhu është përgatit për hijret. 4 muaj rresht e kishte bagati kafshën ose 2 deve. Po ashtu Aliun radiallahu anhu profeti alayhis salam e lënë në vendfjetjen e tij. Po ashtu Aisha radiallahu anha së bashku me Esman, ja kanë bagati gjanat për me udhëtu. Po ashtu Abdullah ibn Abu Bekri, Abdullahi biri i Ebu Bekrit, kur ishin aty në shpellë, shkonte flente me ta, edhe vinte në mes herë të Kurejshet, merrte lajmet e tyre, vinte edhe të i quajte profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra marrja e shkaqeve është
pjesë e mbështetjes tek Allahu subhanahu wa ta'ala dhe kjo duhet me ecë në të gjitha adhurimet tona. Pjesa tjetër është qëndrueshmëria. Qëndrueshmëria në pozicione të tilla edhe në çështje të tilla dhe kërkimi i zgjidhjes përfundimtare. Dhe nuk ishte kot zgjedhja e Umerit radhiyallahu anhu kur zgjodhi hijretin, emigrimit e profetit sallallahu alaihi wasallam si fillimin e kalendarit islam, ku thot al-hijratu farraqat bayna al-haqqi wal-batil. Hijreti ndavi mes të vërtetës dhe të kotës. Dhe hijreti ishte zgjidhja përfundimtare. Nuk mundet më musliman mandaj në hukmin, në gjykimin e atyre njerëz të atyre njerëz që i persekutonin dhe i torturoshin musliman, edhe zgjedhen për me emigru për në Medinë, gjetën zgjidhjen përfundimtare. Po ashtu në pikat kryesore ose në mësimet kryesore që mbështetja tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Mbështetja tek Allahu azza wa jall. Edhe ajo është prej adhurimeve të zemrës, siç kena thënë. Mbështetja tek Allahu azza wa jall është prej adhurimeve të zemrës, prej adhurimeve më të rëndësishme. Në momentin kur erdhen, ndërkohë që ishte Ebu Bekri radhiyallahu anhu me profetin sallallahu alaihi wasallam në shpellë, erdhen mosbesimtarë sipër krenave të tyre, sipër kokave të tyre. Thot Ebu Bekri, i thot profetit alayhi salam: "Law anna ahadahum nadhara tahta qadamayhi la absarana." Qose në njani kishte me ul kryt poshtë, edhe kishte me pa, kishte me na shikune. Edhe i përgjigjet profetit sallallahu alaihi wasallam me mbështetjen e tij të plot tek Allahu azza wa jall, i thot: "Ma dhannuka ya Aba Bakrin bithnaini Allahu thalithuhuma." Çfarë mendon ti Ebu Bekër për dy persona që Allahu azza wa jall është i treti i tyre? Pra është i treti i tyre duke i rujt ata, duke i dhënë sukses atyne dhe duke i rujt prej kurthave të mos besimtarve. E kjo ishte mbështetja e profetit sallallahu alaihi wasallam tek Zoti i tij.